Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Ne vazhdojmë ju prezantojmë fshatin Aklap, komuna e Lipjonit. Hajde të shohim si është si fshat, për çka njihet, si janë banorët, mënyra jetesës e shumë çka tjetër që i përkasin Aklapit. Qëndroni me neve. Ky pra është fillimi i fshatit Aklap. Në fillim i kemi disa shtëpi e që ne po provojmë me i gjetë banorët në përobër, inshallah po e takojmë dikën, që pas kemi një banor, muzika po ndëgjohet, hajde mërtja tojmë ballës se bashko. Oj, zoti shpis! A dëni mësafir? Valla ko këtu e bo atmosferë. Jemi me Kamir, ko me ju pyet diçka për fshatin. Po si jeni? A jeni mirë, Dorontina? Po, gjë fort mirë. Mirë jeni? Mirë familje. Qysh po kaloni? Po mirë është si në katon është. Si në fshat. Si është fshati Aklap? Mirë është. Hajde pulim. Pas ka vëshë lulia fustane, lulia fustane. Ka të shkojmë në atmosferë e bojna. Në fakt e gjetëm atmosferën këtu, edhe pas ke gjetë një vend shumë të përshtatshëm. Nërhije. Po, valla shumë. Ku doni? Ku t'ja u merr mendja juve? Për neve në rregull është ku t'ulemi. O, mirë, këtë disha për e nol tash muzikën? Ja, që tash dhët me nol, tash ja filloj me këndu na. Pa merak. Ju mirë? Mirë familje. Familja? Mirë. Qysh po kaloni? Po mirë. Qka një të bo, qa po vynja? Po, si në kato, si në fshat shtë, të jetu. Mirë. Përgjësi do më katuni, nuk jetojnë të do më dikun 7% janë dalë për këtojnë. Ka dalë kjo 70%? To e marrë parasysh edhe para lufte, po mas lufte më duket ma shumë. Luftës janë dalë mas shumë ti. Dikun 7% e fshatit do më kanë dalë për këtojnë. Do me unë i me dikun 30% më i me thonë ma shumë. Ska. Do më njerë që jetojnë këtë, sa i shpijet janë, po. Si njerë që kemi me dikun 30%, ma shumë s'ka. Sa pak, e cila ka qenë arsyeja pse është braktis fshati? Ani pse duket i bukur? Arsyeja ka qenë mas luftës dhe më thonë s'kemi pas rrugë. Për shkak rrugës edhe disa nuk ka pas as udhëtim me kuqësh. Po transporti. Tash është transport, ja? Tash është, po njerëz s'ka. Njerëzit tash si janë? Njerëzit janë që shembull shkollë, shembull zonca që janë shumë pak janë. Shembull mini klasë janë dikon 5-6 zonca mini klasë. Unë e kuën tem që jem konë, dhe më konë... Mi 30 o ka numri, veç një 40, klasë. unë e vetë si generatë që më e menë, dhe më thonë, mini klasë ka qenë, dhe më thonë, 40 zonca. Tash me llogari, dhe më thonë, ato para luftës, me mas luftës, dikon, janë dikon 50% ma pak. Sa dhe ma shumë.
që e 50%. Për afërsisht, se mirë ki, dhe ato mund del 87%. O si fshat, domthon, para luftës ka qenë domthon fshat domthon i banuar, kemi pas tëna domthon sa i përket situatës domthon para luftës kemi qenë mira, vetëm, po edhe mas luftës. Po kundra që ka qenë situata domthon na si fshat kemi qenë Me kushtet mira. shumë, se jo pak. Po prapë jemi aty domthon na që jemi met, po edhe ata që i vinë, që i kanë shtëpi, po domethon se ata vinë që në dilën vinë për pushime, për shtëpiat veta, mo jo s'kona që jetojmë, se na në domthon mahall që jem domthon jem dikun 7 shtëpi, domthon 4 shtëpi jetojmë këtu. Vetëm 4 shtëpi jetoni? Veç 4 shtëpi Si është me jetu në mesin e 4 shtëpive, edhe sa po ju mungojnë ish banorët? Po, qyre të ashtë me të kallëzu, edhe me krasu ato që shkemi qenë para luftës, është mungesë. Është mungesë, është mëjna me folë që ka dunë, më është mungesë, shkoku që kushtet e kanë bërë vetë. Se por të kishë qenë, domthon, minjera mas luftës, domthon, rruga, shkolla, domthon, se shkolla mesme na gjithmonë domthon me Lipjan kemi shkuna. Edhe tash e kam po njerëz që s'ka mo perspektive dhe kam po atë arsyen që do të me dol pej katunit. Se janë njerëz në përpuna, tash të thimi në kosht, sikur që u konë shemëll, tash prapë s'kem më them. Ka të këqyrë e vështirë. S'kiti, ka të asirë, dhe më thonë dol me apet që ato. Po, tash të njeri si cilë të pëkëshyre kushtet e veta, me po sama, mirë, me dol dikun shemëll, që shenë dol, dhe më thonë, prej katunit, ofër punës në sherë, aja kuptuat që ama se sa ma ofër sherët edhe puna është ma e letë. Amo, në përgjithësi, dhe më thonë, na që jem këtu, na për kemi vështërsia, po këpëtëm, po... Qa keni vështërsi për shembull sot? A ka diçka që ju mungon? Jo, për momentin, si fshat, që ta njerës që jem nuk na mungon kur gjo, se jenë dëmon të gjitha. E keni ujësillësi, Jo, ujësillësi nuk e kemi, punor, po, këtë ne ka politik, qelë. projekti. po projekti është komuna, Ndërru. dhe më thonë, po, Nga komuna? po nga komuna, e falenderoj komunën. Dhe më thonë, deri sot ju keni pas probleme me Kem na ujësillës. problem dëmon ujësjallës kem. Kanalizim dëmon që ke pjesa në altë nuk ka. Ne kam premtu komuna si komunë, po nuk jena. Dëmon vjetjen ka unë kam bë matjen. Këtë pjesën atë, e pjesa poshtë dëmon ka kanalizim. Ma këtë pjesën që jem na, dëmon nuk ka kanalizim. Dëmon e jemi dikon këtu 4 shtëpi jem, edhe ka dëmon 8 shtëpi dëmon që banojmë. Mo kanalizim s'ka, ujësjellës mo s'ka, dëmon s'kemi pas as para luftës, as mas luftës, premtime ka, po punë s'ka. Dëmon që, po t'ishtë edhe ujësjellësi, por si që të ato, për ne është edhe ma mirë. Po të është komuna i ka tu premtime që ne kam premtu, po nuk janë realizu. Tash e 27 vite gati mas luftës, a ishdosh me u ballafaque ende me elementet kryesore, mungesë me i pas Jo, kështë? tash me krahasu, dhe më thonë, që shkemi qimë për para, dhe mund tash të janë krejt, dhe më thonë, institucionet janë tonat. Kryetari këtë sene duhet, si, edhe Kryetari i komunës me u po dhe kujdes, shteti po. duhet më kujdes për qytetarin, se qytetari, dhe më thonë, shtetin varet për qytetarit. Dhe më thonë, na tatimet e këtu shkajnë, dhe më thonë, qytetari e manë. Shtetin se ai si shtet sun funksionon, pa qytetar. Normalisht. Dere me thane, dhe më na si qytetarë që jemi me të, dhe më nuk ka përparësi diçka që me pon shamëll një investim e pas, që mu këtë dhe qytetarë që janë dalë për këtujt. Se kur të është investimi, edhe qytetarë e shuin që Është puna, na dhe... skipse me pse lon me vendin. dalë. Qërë na jem dy vllazni këtu. Shumica kanë bledhë banesa. Lidet si vjetë me dalë disa shtëpi këtu. Unë pjesë me në dikun veç 3 shtëpi, 4. E thashtë, në atë pjesën anina, jetojnë vetëm 3 vllazni. 2, domethënë në të vërtet 2 janë, edhe një kushit domethënë 3 shtëpi janë që të edhe 4 këto 7. Edhe që të janë një 3,
Do më thonë 10 shtëpi në veshit. Atë pjesën anena janë vesh ka një. Llogaret. Para luftës ka qenë mbi 100 shtëpi. Si fshati. Po tash shkoku i kushtëve, njerëz po këshyrin si të ma mirë, kua ma ngat puna, kua ma mirë. Apo vinë ndonjëherë banor cilët e kanë braktisë fshatin? Po çdo çtu në edhe dielën vinë. Vinë bojnë piknik këto, e qesin ai fli. Po qyre tash t'i veni jëtë ngrenë. Nuk është që i të largon, po shkoku i kushtëve kanë Rrethonat janë kriju ashtu. Janë kriju edhe tash t'i jim ku jim, se tash s'mujna me thonë që nuk u mirë në fshat, se fshat e kitana. Ai që da me jetu. Po. Sipas mendimit juaj, çka po ndodh me fatin e fshatrave? Ose si kanë me përfundu mbas disa viteve? Këtu është këtë, të më thonë, varet pe i komunës, ku investon. Po të kish investu si fshat, se që edhe popti nuk ish dollë pe i katunit, pe i fshatër. Të ish bol, po du më thonë, me kohët ishën basen, se ta është 27 jetë ma veç për këshyrin të është, që në mbas të rinia dhe janë të këshyr jetën për para, ta nuk janë sikur ne që kemi qenë para luftës. Ta është, Që keni jetu me punimin e tokave, sot nuk e dojnë fort rinia. jo, rinia nuk e dojnë. E në këtë fshat apo vazhdohet me u bë punimi i tokave? Me çka po mirën familjet, me çfarë veprimtarie? Me bujqësi. Këtë me bujqësi. Tokën e keni pjellore? Këtu kanë pjellore. Çka po kultivohet më shumë? Këtu mistri, gruri, mas shumë që e punojnë, po du më thonë si fshat që kemi jetu edhe pra para, pa që ta. Vazhdoni njëjtë. Po, du më thonë ato si në ka të fshat që kemi punu, du më thonë është që kjo. Du më thonë mistri është gruri, pasuli, shamëll, këtë senet të përdishme që janë. Që kemi punu edhe para luftës, po edhe mas luftës. Për çka njihen banorët, për aq pak banor sa kanë mbetë brenda fshatit, për çka njihni? Edhe si i keni raportet mes veti, kështë sajni për njëri tjetrin? Po mirë janë raportet, nuk janë keq. Po shkani ndonjëherë te kosheret apo vinte jo? Po. Që ta qenë me, se Po. do më thonë për para. Ata që kanë ikë. E cilat shtete mas shumë të kanë emigru? Cilat shtete dominojnë? Po në Zvicër ka mas shumë të edhe në Gjermani. Do më si fshat që Po. jenë. Tash po ju bëj një pyetje për infrastrukturën, si që ndroni me rrugë rrugicat? Për momentin janë mirë. Unë nuk kam metë rrugicë vashtru. O, që ka pjesa që kënjëra që na metë. Si të kalëzova do më thonë. Po, mirë është. Te i tashtë, gjdo sen është, do më thonë, mirë është, nuk o keqë. Gjdo laugje ka rrugën e vetë. Tash nuk mëj me thonë se... Sa lagje jeni? Po këtu dolin një 5 lagje. Se ne e mahalla bitishve këtë, të na vinë gasht, të na jenë liman, të na 5 gasht, të na pjesën altë të ti shumic janë Krasneq. Me u martu, me dasht, munden, ja? Po. A ka ndodhë me pas martesa? E kemi atë këshërini, po e i në kokë këtë, të më me atë pjesën, me atë lagjën nalë që është, dhe më thonë, jenë martu. Kemi pas. Edhe besoj që tash ti s'ka mas luftës, ama para luftës ka pas. Po tash kosh mu martu? Jo, Kam betë fshati bash. Po, tash që ato problemi. Për fund, fshati a ka ndonjë histori që ja vlen me cek për neve? Ko që shembull flas për partë tu, domthonë kjo logja ka qenë domthonë në një fore ballisto. Domthonë partë tu, domthonë por kanë luftuar domthonë për që ditë ku jemi na sot, ku kemi mrina. Domthonë mos i përmeni me ama apo kupton se tash ajo është histori pak më e vjetër. Po domthonë edhe na rrjedhni prej një histori domthonë që e kemi. Domthonë po si fshat, domthonë e ka një histori, domthonë po gjithë mirë, domthonë ka një histori të keqe. Shembull fshati jon ka qenë qysh bitet, më thonë 46, në 1946, kur ka përfunduar lufta, po më thonë. Luftën e dytë botërore, dhe më thonë luftën e parë botërore, edhe dytën dhe më thonë, gjithmonë kjo logje dhe më thonë, se kjo logje u kallë, gjithmonë. Sa herë që ka pas luftra, se në atë kohë dhe më thonë,
ka qenë, të më thonë, këtë njerë si ka qak, i bjen, pas të është balisa, bja thëjnë. Foraj, të më thonë, më hallë, të më thonë, njerës të tunë që kanë qenë. Po, kjo është histori, të më thonë, që si fshat dhe e ka përjetu, të më thonë, edhe sot, të më thonë, kem shumë, të më thonë, në sereni që jem, të më thonë, në pas në histori që mi a kaldu, të më thonë, gjithë. Edhe pas Si fshat njëni nga kjo histori. Po, të më thonë, si fshat njëmi, pej nga kjo histori, të më thonë, pej farë balisa që ka qenë, të më thonë, e deri me tanë. Të më thonë, na, se të në njëm të si histori, të më thonë, të vazhdu. Të më thonë, që mi a kaldu gjithë të rritë që njësër, Normalisht nuk do të mi harru, me ditë nga kemi ardhë, sa kanë sakrifiku të parë tonë, që me gëzuke ditë sot me që e kim. që ajo është mas miti që me mbrojt ato, gjithmonë me ru. Ju, me thonë shambull, na s'kemi pas kur gjo. Kemi pas roja ku ka qenë që edhe me dorsimi mu. Po që ta është mirë. Me thonë të ta është përgjësi si fshat mirje, nuk kemi Po kesh. ndëgjojmë traktore të punu, Po këtu gjithmonë është me traktor ose pa mërë parasysh tash të kua e korrjev ka përfundu. Po. Gjithmonë kemi pa dikon të punu. Sa ma aktiv, aq ma mirë. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që na pritet në burrin e Unë juve. kështë thonë më shku me pika një kafën e si keni O, mundësi. zoti ju dhosh bereqet, a? Kamera, po ma bën. Që keni mundësi. Kamermoni, po ma jep dritën green, dritën e gjelbërt, po ju pika një kafe, a ka kush në shërben a ju? Po unë kam të shoqen. Ah, shoqen. A ke me mund të i tash. Hajde. A po, a? Mos më ka po dikon larg edhe ka ik. Alloj, diçka. Diçka nuk është në rregull. Edhe pula paske, mashallah, sot copa i keni? 50 cupë që është. Ah, shumë mirë. Hajde ondi po i pim kafet, e gjuja të farë kamirën tukë, mo. Gruja po ka qef me mpoj, ka hop durt kështë me më përqof. Po në ka mirë s'po dënë. Papuqet po ja mothi. Po, a grune pas ke punëtore, gjallike. Hajde me na qitë ka një kafe, oje zoja shpis. Prit, thuj se pas ke shpirtin të hunë. Hajde shte përqafi grunë dhe po i pim kafet. E tash jemi edhe me Zojen e shtëpisë Zyrafeten. Zyrafete qyshi? Mirë. A je lodh? Mirë. Po ti be ka pak. Me punë, mirë? Po mirë, mirë. Jemi mirë, të ande. po një së përbashkë. Po, Kujdeseni vetëm ju. po, me gjithë borë kujtesna që të ka Qa pak. keni mbill? Speca, Tomate, speca, qep. qep, kumpire, patate, Po, i miell me hudra. Të në gjërat ka pak. po, apo është e vështirë? Po i ka pak është e vështirë, nuk është edhe letë, po, Donë shumë punë për kushtim. hong bio, po. Por dojmë bio, bio, po, pash. të të mu mënu pak, qa me mbate.
është. Por që toka pjellore dhe po besoj bohen mirë. Shumë është, një me toka është shumë e mirë, bohen, qëka të mjellësh bohen, shumë të mira. Këto që po i shumë boshe, a i ki vetëm për nevoja familjare apo dhe i shetni? Nevoja familjare, shumë pak të kuna. Është vetëm nevoja për familjare, e bujmë. Edhe kështë mi jep dikujt kush Po, vjen. ja, dikujt, kemi dikon, për qaf, mirë. Tash e sa vite e mbjellni boshën? Me unë jam lindën e rritën me boshqe. Sa mirë. Jam lindën e rritën me boshqe, me bujësi, me si të baba, si të vjehri, si këto Pas ka njek prej babes, e të burri. Jo, jam edhe kështu maraklike vetë, se asëm për më tanë kërkush me punu, dhe boshqe, po jam vetë. E dën punën edhe. E du. Sa ka kështë zoja si ju në këtë fshat që mbjellin boshë? Ka këtë kapak i mjellin. Këtë kapak. Nuk janë që nuk mjellin. Këtë kapak sa për nevojat veta. Po dhe fshatin Janë për puna. Edhe zoja të edhe janë për puna. edhe fshati e dën kështë. Po jetën në fshat e nuk po ki boshë s'ka lezet. Ja, që ashtë është, se buhet, specat e mirë. Po qesh speci, mashallah. Që shikam lirë. Qëta po më duket i pas këtë djeksta? Po, djekës të Se masa. matë Ta janë që zgjotën. rasodin e bëj vetë. Krejt veta? Krejt vetë, rasodin, me mjell, me ndru, me krejt, me lastikin si vjetë javë kom shtru se bebarit. Me krejt. Deri kur qesim fruta? Deri kur? Dhe i dhem dërym kjo fruta ka. Deri në shtatorët e tërë, po? Merë. Po. Serën ma ka dhënë komuna, kom konkuru dhe për një serë, po s'ma ka dhënë. E atje në cirë qka ke mbjell? Gjithë shka dhe atje, kastrafeca, speca, mamate, këti kam edhe atje, këto janë kumullat e mija, marojna pestel, Natë mirat e Zotit. të në të kri kapak. Shumë mirë. Edhe u borin e kishe përplot me pula dhe zëgjë. Po. Hajde, apo dollëm? Po, kemi, A na të regën sa pula e zëgjë i ki gjithsej? kam 150 zëgji kam, 150, mashallah. 50 cupa pula i kam. Kom posa shuta e qura këtu, po mos e vetme një herësh me borë të mazar, me një këqyrë, ta shti ju, si kam, veç pullat i kam. Nuk i rriti me okupatura me këtu, me pulla i rriti. Tamam bio. E me dash me orë dikosh me ble, i shetni po? Po, i shes. Klient apo vinë këtë, apo ka nevoj me dollë me nej Nuk ka pikë? nevoj, nuk ka nevoj me shku kërkone, që Tash vinë. veç ju njohin. Po na njohin, i kam ishterite me. Do më thonë në fillim të fshatit. Diçka për speca, Po. për legjana, vinë këto. Gjithë ata që janë të interesum në fillim të fshatit ta klap, e gjeni zojnë e cila qka nuk ka këtu në bërë, gjitha i kini bio, kur të qetë pulin aty në tepsi e rreshk, veç rrotullohet. Ja, po, mirë, nuk ka keq. Faleminderit, Zoti ju dhash bereqet. E Faleminderit. inshallah punoni gjithmonë, e ju shtohen. Inshallah veshnetën, rat lokin, tani puna këtë vjen me ran. Mirë krejt njerë, alhamdulillah. Ju përqafoj, faleminderit Faleminderit. shumë për Faleminderit. pritin e mirë, e Faleminderit. gjithçka, inshallah shifemi për të mirë. Amen. Faleminderit shumë. Faleminderit qiftit të mrekullueshëm që na pritën në shtëpinë e tyne. Ishte kënaqësi me bisedu me njerëz kaq të mirë, dashur me bujarni, po vazhdojmë pjesën e fshatit. Shifeni se sa pamjet e bukur që ka fshati Aklap. Përndryshe pozita duket të jetë e rrafsht, pozita gjeografike, i rrethuar me kodra dhe male. Për ajër, mos të flasëm. Më ra diellin sy. Ajri është shumë i freskët, ani pse kemi dalë mas dite dhe tash do e shijojmë këtë fshat tipik malor. Ne po marrëm edhe ca pamje e po afrohemi ma tonë shtëpive të fshatit. Në një pjesë ku ndodhemi të fshatit,
për mrekulli, është një pamje fantastike. Po më pëlqen pjesa e trotuarit, nuk më pëlqen mirëmbajtja, pas ka fillu bori. Kur e keni trotuarin të paktën një mirëmbajtje e vogël, i shkon mirë, është trotuar shumë i mirë, ndoshta edhe vonë është shtru, është po ma jepat mendimin, po e lem këtë pjesë, nuk më pëlqen edhe pjesa thirrave, koçave, këtu tashme dini në secilin fshat, pse me i pas këtu, me pastru këtu, me zgjeru rrugën, shtyllat elektrike i kanë të vjetra, jem të i po dhe disa të reja, por ma shumë pas ka të vjetra. Pastërtia mirë është nivel. Edhe nga jo që kam të regoj banori, pra infrastruktura është në rregull, nuk ka rrugitse, nuk është të shtrume, po duket bukur. Disi këtu fshatrat malore nuk po dojnë shumë investime, ndoshta po dojnë me i lon vetë kështu, si që ka falë në natyrë. Po bukur, një shtëpi e vjetër, ndërtuar me bolta, po më duket kështu, një shtëpi që tregon shumë, brenda së shtëpie ka sigurisht shumë kujtime, se si familjet kanë jetuar dikur dhe çdo herë them, nëse cilin fshat është mirë me pas ndërtimet e vjetra, me tregu nga kena ardhe, se si kemi jetu dikur. Hajde po shpresoj me taku banor ende me që jemi në komunën e Lipjanit dhe njerëzit padyshim janë shumë fantastik, janë shumë mikprica dashtë me bujor. Edhe do e pasyrojmë sa më bukur fshatin Aklap, them drejtën nuk kam dëgju asnjëherë për këtë fshat, por ju jeni ata që po ma lehtësoni, hajde përshëndetje, granimi. Ju jeni ata që po ma lehtësoni me ftesat që po mbon vazhdimisht, faleminderit për zemërsisht. Për çdo shkruajnë, për çdo mesazh që ma drejtoni si mua, po ashtu edhe në redaksi. Është kënaqësi me qenë në çdo fshat, llogaritë me qenë në çdo fshat të Kosovës, në çdo cep. Duket jam e para që kam shkel thujase në çdo cep të Kosovës. Për Kosovë e meritoj një monument kështu historik. Çka tjetër na mbetet me komentu? Do të me ju tregu që ka lëvizje bukur të madhe, ani pse fshati rezulton të jetë me 4-5 shtëpi, siç na tha banori që janë familje rezidente, por që lëvizjet janë të shpeshta. Jem të e pa një borë me sere, shumë bukur, asfaltin dërë të shpis, ku po do ma mirë, një qenë që atje pritëm zemër se po vi, drejt të ngoje qeni to. Ka këne që shikam fobi qentë. Unë në televizor mi po qentë e noli, tutna, se ma me u përba, Allah i zët. E pas kemi edhe një urë, të shofëm se si është gjendja si ka me konë, thot, reshe shiu s'po kim, floka na dull, edhe ura është pra thot. Nuk është që kom beturina, për këta ju përgzoj, se thuja se kur kemi kështu pomje të urave, gjdo here, që kam ka tut, gjdo here kemi edhe mbeturina, por këtu mirë është gjendja. Tipik fshat, na jep një ndjesi shumë të mirë, qëto, se pas kanë qitë asfaltin, a jem të ndëgju për dikën që atje, ka e kanë hymjen se. E pas ka një qenë, nuk gudzoj. Hajde shkojmë anej edhe i thras për atje, se s'po gudzoj për qenit. E pas kanë qeni në parë. Apel publikisht, po i thonë për sëri, ju që ka keni qenë, kështë në për shtepi në barë, ju lutëm lidhni bre se delë si puna këti këtë në rrugë, të merë në qafë, po lidhni, e mon qenin moje për veti. Jemi të e po një shtepi tjetër, duke që në këtë rrugice nuk ka mo, ka jetë që ka po arrime po, e kemi tash një përpjit kështë pak, a throsëm nga këtë, po më delë për qeni. Oj, zoti shpis! Që, bori sa unë në kom. Që rafsh e barabartë. Pas kanë bjellë misirë. Diko që thët edhe vidim, a? Po, sa shumë hohen qëta. Hajde po vazhdojmë. S'ka mo, a? Që kjo rrugica nuk e di, ana qëtë dikun. A te provojmë.
Tash jemi në një tjetër rrugicë me shpresë që kemi me taku banor, po do me u ersumër e onë, di ku më shku njerëzve në gjysë notës jë. Ditë nxehtë. Kur me dal? S'po dim kur me dal. Do të me i kalu disi këto ditë nxehta dhe tani i kthejmë normalitetit, si gjithmonë, po që edhe kështë nuk është keq. Shtujem të e bo një shtëpi, 2 shtëpi të mdoja të mira, atë rokitum, gasht që në kanë këto ku jeni mëre gasht e gurit, qëto e pashëm duket ma heret një qena, po më del në një si arush. Që e qenë atje? A ka kushe të rrece? A dëni musafir! Kesh kartuna. Firma dikën! Këndush! Ja me kamir ku mi ju pyti qka për fshatin. Po! Me kamir, po unë veç gjumin e bëj pa kamir. Unë nuk di me fol pa kamir. O, sa të mirë kapja unë dhe zëqt. Edhe ti bënë i loq, hajde. Po më duket se janë vllazni, shtëpiat i pas kanë në gjitëm. Qëto sy Zamir kështë e bo po si ku milion, a pa i len, jam i zgjënë. Kryte madhë. Pra, në një bërë janë 4 shtëpi, a janë 4 vllazën, a qysh, a tek. Nuk e di qeni, nuk po e largon shikimin nga na. Pse qeni zgjidh? Oj pasqyre, nuk mundem po kush ma e bukur se unë e këtë në ka thënë. Që japi një shikim vetit. Tantaran! Kur nuk i thu vetës e mirë, më spret as prej tjerëve me thonë. A jeni martuar? Përshëndetje! A dëni mysafir? Jemi me kamir ku mi ju pytë për fshatin diçka. Mirë pofshim. O kry, tong. Nuk e di edhe sa shtëpi i kemi, edhe një jem të e pa. Pra është problem me gjithë familje që janë tash rezident. Edhe pse vera, tash dikush vjen e kalon edhe verën komplet në fshat, mandej del në banis. Zakonisht atë Lipjonit, shumica kanë dalë në për qytet të Lipjonit. Hajde pak fokus nga pjesa e fshatit. E ka një strukturë interesante fshati, por që është i lezetshëm. Ani pse është në komunën e Lipjonit, nuk ma e pat në gjësi, është tamam fshat. Por që në këtë rrugë dhe rrugica ka shumë kujtime pa dyshim. Edhe për ata banorë që tashme nuk janë brenda fshatit. Vitet si kanë kalu dikur. Po më duket jemi në fund kësaj rrugice, i kemi edhe një 4-5-6 shtëpi. Edhe, a na kam betë më një pjesë tjetër ju. Duket që s'ka ma, këtu do të më përshëndet. Jo, nuk mund t'ju them. Nuk mund t'ju them mirë mbet që është heret se e lezet me kjo shtëpi, si ku ti. Janë në shtëpi, edhe 2 shtëpi tjera më duket që nuk banon kërkosh. A banon dikosh atje ajo, a jenë të mbyllme? Kjo... Ha? Po me gjiru?
Mirë pafshim. Është mërgjimtar, një djalë i vogël që nuk po dojmë me pas në fokus. Këto shtëpijat, pra tha, nuk është dikush në shtëpi, kështu e kuptova. E djalë i ri, edhe e kishte problem pak gjuhën shqipe, por e kuptova. Apo shkoj mend edhe në Qetrogic? Edhe po m'duket fshati u bites, pra të e marrë parasysh se është 70% e fshatit i braktisëm, pra llogarit kanë mbet fshati nga 100 sa shtëpi kanë qenë, kanë mbet në 4-5 familje rezidente. Është edhe probleme i taku, por që këto shtëpi gjitha që keni tu i po që janë të ndërtume, vinë kështu ku pas kohe, vinë vikendit, qesin flija, bojnë neja, por që patëm fatin sa patëm sot, vetëm në një familje gjetëm pritje, do shta ka edhe prej atyne që nuk e kemi pas rastin dhe fatin me i taku e që këshin dasht me dalë me të regu për fshatin. Pjesa që kam takon, po munduem me bo ne për pikshmëri, por edhe për i lkure nuk mundemi me dalë. Tash nuk lem cept fshatit pa shku, e rëndësishme është që do e keni tër fshatin, do i keni pamjet e bukura të fshatit, i cili është i rrethuar tërësisht me male dhe ka një pejsazh shumë të bukur. Hajde edhe një fokus lutem, edhe kjo rrugica këtu u bites. Tash nuk e di, e kemi edhe pjesën sipër, janë varrezat, gjë që nuk dua t'i kemi në fokus në asnjë fshat. Jem të i po do koshire të bletëve, se di a është dikush mbas shtëpis, nuk ka sheja që familja janë këtu, por gjithsesi po afrohemi, po provojmë. Vazhdojmë krejt drejt atje të kushiret, a? Hajtu ne po vazhdoj e para. Një maje që i hapi kështë rrugt, ati kur bje bura e madhe, që ai që quhet mas herti me shkon punë, që ashtu jem unë në për fshatra. Që jem të e pa një kamionet, kamion, që mi thonë, kamion. Edhe një sire, por që a do kem fati me taku banur, nuk e di. Shtëpia kjo këtë, është të këqyri rrugën ka pak se po më delaj qa. Kjo shtëpia këtë që isha të ju të regu është e mbyllë me, edhe kjo tjetra këtu, e me siguri këtu kushiret e bletëve kështu ko pas kohë vjen vizit, por që familjet nuk janë këtu. As edhe një shenjë nuk e ka përveç serës. Ishte mirë dhe fundi dhe ditës e sot me këtu në fshatin Aklap. Faleminderit familjes që na ka pritë sot në këtë fshat. Ne takohemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!